besimi në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Por para se kjo të vijë, ka shumë shenja në të cilat profeti na ka njoftuar. Njëra prej këtyre shenjave është Mehdi, dhe Mehdi është një nga shenjat që do të ndodha afër fundit. Kush është ai? Çfarë do të bëjë ai? Profeti na informoi ne se ora e fundit nuk do të ndodhë derisa Mehdi të dalë përpara, dhe ai do të mbush tokën me drejtësi, ashtu siç ishte e mbushur me shtypje dhe tirani. Paralajmërohet një luftë e madhe, por jo më e madhja. Pasi lufta e madhe është midis Isait dhe Dexhalit, dhe kjo mund të jetë fundi i gjitha luftrave. Të krishterët presin Jezusin, muslimanët Isain, ndërsa xifutët presin Davidin. Një seri betejësh të vazhdueshme do të ketë në lindjen e mesme. Muslimanëve do i duhet të luftojnë vazhdimisht në beteja të vogla dhe të mëdha. Ju mjafton të shikoni tani se çfarë po ndodh. Përpara se të fillojmë, një kujtesë e shkurtër, se mund të abonoheni në kanalin tonë duke klikuar butonin subscribe, me qëllim që të mos humbisni asnjë nga videot tona. Kështu që Mehdi do të rregullojë korrupsionin. Ne tashmë shohim rreth nesh, kaq shumë korrupsion, kaq shumë të këqija, kaq shumë tirani. Kështu që kush është Mehdi?